Në ditën e hapur, Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka prezantuar programet e studimit në 4 fakultetet e tij. Fakulteti i Shëndetit aktualisht ka një numër të lartë të studentëve, për shkak se programet e tij janë të kërkuara në tregun e punës, por ofertat janë mjaft interesante edhe për maturantët e këtij viti. Pedagoge Vista Lushi thotë se maturantët e këtij viti duhet të zgjedhin pikërisht këtë fakultet, pasi ka shumë mundësi. Fakulteti i Shëndetit është fakulteti i cili ofron programet qoftë në programe bachelor, por edhe master. Ne sot jemi duke bërë pikërisht të seancë informimi dhe këtë ditë informimi për ata studentë që duan të jenë pjesë auditoreve, jo vetëm programin infermierimit të përgjithshëm, por edhe mami, por njëkohësisht edhe në programet e masterit. Ne ofrojmë programe në master profesional në kirurgji, në pediatri, por njëkohësisht edhe në patologji, gjithashtu dhe master shkencor. Dhe këtë vit jemi në pritje të akordimit të një programi tjetër që është pikërisht ai doktoraturës në shkenca infermierore. Shpresoj shumë që kjo ditë të jetë mjaftueshmërisht informuese për të gjithë maturantët dhe pse jo bëj një thirrje për gjithë ata të cilët këtë vit do të garojnë për të qenë pjesë e universitetit të vinë Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, sepse tani më ne jemi universiteti i cili ofron të gjithë elementët më të mirë për një arsim të lartë cilësor. Edhe drejtuesja e Departamentit të Kujdesit Shëndetësor, Rezar Talalo, flet në lidhje me programet e këtij departamenti. Departamenti i Kujdesit Shëndetësor ofron programin infermieri mami, niveli bachelor, si edhe niveli master profesional në infermieri pediatrike. Është shumë e rëndësishme që maturantët të zgjedhin të vinë Fakultetin e Shëndetit në Departamentin e Kujdesit Shëndetësor, të zgjedhin programin infermieri mami, sepse ne ofrojmë shumë mundësi studentët, i integrojmë në kërkimin shkencor, ku ata marrin pjesë si referues bashkë me pedagogët në konferenca shkencore, në aktivitete promocionale, ku aftësojmë për të bërë promovimin e shëndetit në komunitet, duke ofruar dhe shërbime komunitare. Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore është një tjetër fakultet i rëndësishëm dhe ndër më të mëdhenjt e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Ky fakultet përfshin disa degë shumë interesante, siç janë edhe programet e studimit në matematik, që janë shpallur tashmë edhe prioritete kombëtare. Shefi i Departamentit të Matematikës Arben Baushi u bën ftesë maturantëve të zgjedhin këto programe, për shkak se tregu i punës është i siguruar në çdo kohë. Fakulteti jonë ofron disa degë. Në Departamentin e Matematikës ne kemi matematik fizik dhe matematik informatik. Degët e matematikës janë degët prioritare kombëtare. Për momentin, nga informacionet që kam në gjithë zonën e Fier Vlorë, po dhe në Shqipëri, ka mungesë për mësues matematike. Është një degë e vështirë, por është degë shumë e bukur. Të punosh me rinin sot është një privilegj dhe një sakrificë shumë e madhe. Ju ftoj të jeni pjesë e këtij fakulteti, sepse këtu do të gjeni jo vetëm një staf të mrekullueshëm, do të gjeni një ambient shumë të ngrohtë, do keni mundësi edhe të një eksperiencë të paktën gjatë bachelorit apo dhe masterit, të një eksperiencë një semestër apo dhe më shumë për të shkuar në universitetet partnere europiane me shkëmbimet Erasmus+, që është një eveniment shumë i rëndësishëm dhe e fortë për departamentin tonë. Ju ftoj të jeni pjesë e këtij departamenti dhe ju presim në shtator të regjistroni në degën e matematikës, matematikë informatikës, edhe në degët e tjera të Fakultetit të Shkencave Teknike Natyrore. Detaria është pjesë e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore. Kristofor Lapa i shikon me mjaft interes, pasi këto programe lidhen edhe me turizmin. Unë vi nga Departamenti i Shkencave Detare, në cilën ofrojmë 4 programe studimi, bachelor në navigacion, master profesional në studimet avancuara detare. Kemi dhe një degë të dytë që do të hapim këtë vit, që është profil 2 vjeçar për navigimin në det. Edhe kemi dhe një master shkencor me 3 universitete, që është në gjuhën angleze midis Universitetit Vlorës, Universitetit të Durrësit dhe Universitetit të Malit të Zi. Pse studentët ose nxënësit e shkollat mesme duhet të ndjekin studimet në degët e navigacionit, për faktin se vetë qyteti në cilin ne jetojmë është qytet bregdetar, ku turizmi me një zhvillim të konsiderueshëm, sidomos vitet e fundit ka arritur një hovë shumë të madh. Fakulteti Ekonomik është ndër më të vjetrit e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali dhe si tillë ka edhe ai oferta interesante. Prezantuar ofertën akademike të Departamentit të Biznesit, i cili ofron 3 programe studimi të ciklit të parë bachelor: administrim biznesi, menaxhim turizmi dhe marketing.
duke parë dhe perspektivën e zhvillimit të rajonit, fokusin në turizëm dhe zhvillimin ekonomik dhe dinamikat e viteve të fundit, është një mundësi dhe një ofertë e pasur akademike, e cila do të krijojë baza të rëndësishme, jo vetëm aturantëve të qytetit të Vlorës, por edhe atyre të rajonit, të Fierit, të Lushnjës dhe Mëgjër, që të ketë plotësuar kuadrin e tyre të njohurive me programet e ciklit të parë dhe të masterit të 2 niveleve, profesional dhe shkencor që ne ofrojnë. Edhe Fakulteti i Shkencave Humane vjen tashmë i konsoliduar. Migena Balla u bën thirrje maturantëve të këtij viti të bëhen pjesë e këtij fakulteti, por edhe Departamenti të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Departamenti i Gjuhës Letërsisë është një departament që kemi dhe një përvjetor si vjet, kemi 20 vjetorin e hapjes së këtij departamenti dhe është një departament që ofron shumë mundësi dhe degë të cilat kanë perspektivë edhe punësimi, por edhe integrimi edhe përtej kufive të Shqipërisë. Ne kemi 2 vjet që kemi një diplom dyshe, double degree si thonë në anglisht, dhe kjo diplom jep mundësi studentëve që të integrohen shumë mirë edhe kemi në Universitetin Italian, edhe në Shqipëri, edhe në Itali. Përveç se kemi dhe degën e re që është media, komunikim dhe trashëgimi kulturore, është një degë e cila qysh kur kemi bërë atë që quhet studim tregu, e kemi parë që ata që quhen ekspert komunikimi sa vjen edhe më shumë janë në trend.